Dua të kalojmë pak tek festivalet. Ke marrë pjesë në festivale, nuk e dija është qëllim të marrësh pjesë akoma, do të kemi prezent në skena të ndryshme të festivaleve? Të them të drejtën, sepse ndihem shumë komfort këtu në studio shqiptarisht, edhe vjen të flas rehat, më ka ndodhur që edhe vjet për shembull kisha qejf të marr pjesë te Radio Televizioni i Shqipërisë, që mbahet festivali i këngës, por diçka me datat u ngatrova edhe nuk arrita ta çoj projektin në kohë. Por këtë vit shpresoj që të jem pjesëmarrës aty, por edhe në për festivale tjera, pse jo, por aty e kam, për këtë gjit aty e kam qëllimin. Targeti im është të ai festival. Nuk po të pyes gjë, se besoj jemi akoma shumë herët për të diskutuar detaje. Jo, ende jemi herët, por jo pak a shumë, por 100% do jetë zhanri im, ajo që e thash unë. Pop rocku, që aty jam rehat edhe më flen, që ta prezantoj veten në mënyrën më të mirë të mundshme.